Një stuhi e fortë breshëri ka goditur zonën e Frakullës në Fier, duke zbardhur rrugët dhe duke shkaktuar dëme të mëdha në bujqësi. Sipas fermerëve të dëmtuar, stuhia e breshërit me intensitet të lartë ka zgjatur për disa minuta pa ndërprerje, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në nektarina, moll, dardha, ullishte, spinaq, por edhe në serat e mbjella me lule shtrydhe, ndërsa theksojnë që një breshër i tillë nuk ishte parë në zonë prej 20 vitesh. Ka bërë dëme në Sharqit i kanë mbjellë njerëzit tanë. Edhe lule shtrydhja diskutojsh për të bërë dëm, po erdhëm, ti themi, erdhëm me shpejtësi që i mbuluam me i bëm. Edhe ja, mua më ka bërë dëm, edhe lule shtrydhja ka bërë këto anë, këte i ka bërë anë, ti ka tërmur. Po e kam, e një dy lyme ca spinaqe kam këtu edhe më ka bërë dëm. Sidomos ullin të shpia, na tokat lartë, na mali që kemi, na ka bërë shumë dëm, që nuk diskutohet. Në tem frutore dhe vreshta? Po, vreshtat, nektarinat këtyre shokët, se unë s'kam nektarin, po nuk kam me, ti themi. E shbërë shumë dëm. Demi që bëri, e bëri gjithnjë në pemtari. Në ullint u shkundi lulen, në nektarinën i la një blan që ajo nuk shitët kur, dhe në versari i kaputi dhe dekat me gjithë gjethe. Ju vetë jeni dëmtuar? Vetë, unë kam 70 rrez ullinj. Demi, nuk e di si mund vlerësot, kam dhe 20 rrez dardha të hershme. Njeri dhe i mësot, as njeri dhe mësot, dhe shpërblimet që janë dhenë më përpara, nuk e dim se ku ven. S'keni marrë asnjëherë? Asnjëherë. Ndash në pemtarim që kam mbjell una, që janë dhenë shpërblim nga shteti, ndash edhe kështu, asnjëherë neve s'ke marrë shpërblim. Fermerët pohojnë se askush nuk ka dalë në terren për të parë dhe për të verifikuar nga afër dëmet, ndërsa një zëri kërkojnë mbështetje nga shteti për përballimin e situatës. Si unë janë shumë fermerë në fakt se pjesa poshtë, na kanali Martinës edhe poshtë është komplet pemtari. Ai bresh i dieshëm nuk e shpar realisht pa edhe 20 vjet të themi ka mbajtur 20 minuta. O ai pash tash i pemt. Edhe pse nuk duken, për momentin, pas 2-3 ditësh duke kishin marrë goditje në kokër. Lastar, gjethe, po në kokër sidomos që është prodhimi. Edhe ajo tash me rritjen e kokrës, zmadhohet plaga dhe nuk bën për tregme. Po unë kam me gjithë vëllan 8 lyme gjysmë, atje janë rreth 600 pemë. Mos shumë pak minimalen, për 25 kg, i thonë 150 kujtal. Ne të manim 70 kujtal atje, për çmimi pastaj se sa shitet, se sa dohet tregu nuk e dim. Ndërkohë, sipas informacionit të marrë pranë drejtorisë së bujqësisë Fier, janë dëmtuar rreth 60 hektar me pemtari frutore, ndërsa specialistë të bujqësisë pritet të verifikojnë dëmet.